18 dhjetori është shpallur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara si dita ndërkombëtare e emigrantëve. Tema e këtij viti është historia ime e madhe, kulturat dhe zhvillimi. Temë e cila do të theksoj se si lëvizshmëria njerëzore nxit rritjen, pasuron shoqëritë dhe ndihmon komunitetet të lidhen, përshtaten dhe mbështesin njëri tjetrin. Në vitin 2025, ky mesazh është më urgjent se kurrë, pasi migrimi vazhdon të formosojë ekonomitë, komunitetet dhe zhvillimin global. Në këtë ditë ndërkombëtare të emigrantëve, le të qëndrojmë së bashku për të drejtat e çdo emigranti dhe ta bëjmë emigrimin dinjitoz dhe të sigurt për të gjithë, deklaroi sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres. Lëvizja e njerëzve është një forcë përcaktuese e shekullit ton. Remitancat drejt vendeve me të ardhurat të ulët dhe të mesme parashikohen të arrijnë një rekord prej 685 miliardë dollarësh dhe emigrantët janë thelbësor për trajtimin e mungesës së fuqisë punëtore, po ashtu nxitjen e inovacionit dhe mbështetjen e stabilitetit demografik. Megjithatë, këto kontribute mund të maksimizohen vetëm kur migrimi është i sigurt, i rregullt dhe i qeverisur me përgjegjësi. Në këtë ditë ndërkombëtare të emigrantëve, Organizata Ndërkombëtare për Migracionin bën thirrje për politika më të zgjuara, bashkëpunim më të fortë dhe një angazhim të ri për ta bërë migrimin të funksionojë për të gjithë.